kemi ardhur tek pyetja më e rëndësishme. Pse Skënderbeu mbante në helmet kokën e Dhis me 2 brirë? Për këtë ka disa hipoteza që ndërlidhen edhe me aspektin etnik, zonën dhe bjeshkët e Shqipërisë. Por mendimi më i përhapur ndër studiues është ai i bashkëdyzimit historik e mitologjik. Skënderbeu ishte i shkolluar në perandorinë osmane. Ai kishte informacione të sakta mbi zhvillimet politike dhe historike. 2 brirëshi, sipas mendimit më të spikatur, lidhet me 2 figura kryesore, Pirron e Epirit dhe Aleksandrin e Madh. Kujtojmë se që të dy identifikohen pikërisht me simbolin e brirëve në kokë. Në fakt, në mitologjinë e hershme antike përmendet Dhia e Amalfit, që është një shtazë shenjtë dhe e cila e kishte ushqyer me qumsht Zeusin, të cilin e kishte shpëtuar nëna e vet për mos ta ngrënë Kronosi, që ishte zot i kohës, dhe fal vet kësaj dhije, ajo e merr epitetin e shenjtë për arsye se ka ushqyer me qumshtin e vet zotin kryesor të antikës greke Zeusin, dhe në anën tjetër është edhe Shqiponia, një element tjetër që unë besoj se nuk është rasti pse këto 2 elemente, Dhia dhe Shqiponia, që i kemi dhinë të përfaqësuar ose kokën e Dhis të përfaqësuar për krenarin e Skënderbeut në një anë, dhe Shqiponia në flamur, janë 2 elemente të cilat në mënyrë racionale dhe me një logjik historike na lidhin me këtë legjend të hershme, për faktin se Shqiponia ishte ajo që ja sjellte qumshtin e Dhis Zeusit. Pra është kombinim i 2 shtazëve totemike, të cilat janë të inkorporuara në vetë heraldike në kastriotëve, ma vonë edhe të shqiptarëve. Në një anë Shqiponia dhe në anën tjetër Dhia. Pra elementi i Dhis dhe elementi i Shqiponjës janë pikërisht të lidhura me këtë legjend, prandaj unë mendoj se kjo simbolik e përfaqësimit të kokës së Dhis në përkrenare e ka burimin pikërisht në këtë element. Vetë simbolika se paraqet lidhet me mitologjisë se përmenda, por Gjergj Kastoti Skënderbeu e ka përdorur këtë lloj përkrenare për një arsye shumë të veçantë, arsye historike, arsye edhe shpirtërore, po edhe për treguar dhe trashëgiminë e tij në antikitetin se lidhet me Aleksandrin e Madh Maqedonisë, se mendohet ka përdorur një atë formë përkrenare me kokat e Dhis, po ashtu edhe kushi i Aleksandrit, Pirri e Epirit. Gjergj Kastoti Skënderbeu përdor përkrenare me kriju një lidhje historike me para arsit të ditë hershëm. Kjo do të thotë se kishte një ndërgjegjje shumë të fortë kombëtare, edhe po themi edhe iluministët kohës, ishte shumë i vetëdijshëm në aspektin kombëtar, dhe kjo është arsye se edhe nëpërmjet burimeve dokumentare si referohet shpesh Aleksandrit të Madh dhe Pirros së Epirit, si pasardhës së tyre, por në atë kohë edhe dëshmon edhe lidhjet tona të hershme me mitologjinë e vjetër, jo greke, siç e vendosin thojza, sepse Dhia Amalthea do të ta cek pak këtë pjesë. Amalthea si mitologjisë lidhet pikërisht me personin e Zeusit. Në mitologjinë greke thuhet se të kalojmë më vonë kohë, kjo është arsyeja që do të lidhet me Aleksandrin Pirron dhe me Gjergj Kastoti Skënderbeu. Thuhet se jati i Zeusit Kronosi, sipas mitologjisë si thonë, kur lindin fëmijë, shoqja e lindte fëmijë, Kronosi i hante fëmijët në mënyrë se mos të marrin pushtetin. Kjo është mitologji, kuptohet. Edhe çka ndodh kur lindi Zeusi, e ama reja Jodhip Zeusi vendosi të mbështjellë një gur në shpërgaj, duke menduar Kronosi se po han Zeusin, hëngur gurin faktikisht. Kjo është mitologji, kuptohet se dikush mund t'i vijë edhe mund duke qesha, po i flasin gjithmonë në mitologji. Atëre ama e strehoi Zeusin në ishullin e Kretës, në malin Ida, ku rritën në shpellë nga dhia mitike Amalthea. Disa variante thonë se Amalthea s'ka qenë dhia mitike, ka qenë një nimf, dhe u rrit me Amalthea. Në momentin që Zeusi mori verse, në momentin që Kronosi mori verse i biri Zeusi është gjallë dhe shoqja kishte mashtruar, pa i biri ishte gjallë, dërgon titanin për ta mposhtur. Por çfarë ndodh? Zeusi, ndërkohë se dhia Amalthea kishte ngordhur, Zeusi e përdor pjesën e kokës e përdor si mburoj, dhive njëra qoftë dhe briri i bollekut, përdor këtë pjesën e lëkurës së dhis Amalthea. Shqiponia i sjell Zeusit, i sjell rrofetën poshtë titanet, dhe me rrofetën e dorë që kishte sjell Shqiponia dhe me mburojën që kishte bërë me lëkurën e dhis mitike Amalthea, arritën poshtë titanet, vetë të jatin Kronosin sliron vëllezërit e motrës që ndodheshin në barkun e jatit, edhe kjo është mitologji. Pra, të tre këto janë atributet e Zeusit: dhia, Amalthea, që ndodhen për kanorin e kryeherojt, rrofeja, që faktikisht e kemi humbur si simbol, që i atribuohet Zeusit, dhe çka është më e rëndësishme Shqiponia.